Përshëndetje miq, jemi në transmetim të drejt për drejt në stadiumi Beslidhja i qytetit të Lezhës, ku pritet të zhvillohet ndeshja midis skuadrës vendase Beslidhja, e cila është kryesuese e grupit A të kategorisë së dytë dhe ekipit mik Luzi 2028. Lojtarët janë duke u përshëndetur me ritin tradicional përpara fillimit të ndeshjes, e ndërkohë që derisa ndeshja të fillojë, po bëjmë të ditur formacionet e skuadrave përkatëse. Është duke hedhur shorti për të zgjedhur portat respektive dhe gjyqtari ka urdhëruar që skuadrat duhet të ndryshojnë pozicionet e tyre, pasi skuadra e Beslidhjes ishte vendosur në anën perëndimore të stadiumit e skuadra mike në anën veriore, por tashmë pas hedhjes së shortit në praninë të dy kapitenëve të skuadrave, skuadra e Beslidhjes do të mbaj portën në anën veriore të stadiumit, ndërsa skuadra mike e Luzit 2008 do të mbaj portën në anën perëndimore të stadiumit. Ndërkohë që ka një interes të thoja të shtuar të tifozërisë, sidomos asaj vendase, të cilët kanë ardhur për ta ndjekur lojën dhe pritet nga çast fillimi i kësaj ndeshje, ndërkohë që topin e parë do ta shkelmojë nga qendra skuadra mike dhe ka filluar takimi midis Beslidhjes dhe Luzit 2008. Akansase ka kthyer një top prapa, Ramilli ka pasuar shkurtazi, Kruja e ka kthyer përsëri tek Ramilli, i cili e ka dërguar nga e djathta e fushës në të majtë të saj. Është vazhdon një aksion një skuadrës së Beslidhjes, pra që nga shkelmimi i topit nga ana e skuadrës mike është marrë topi nga lojtarët e skuadrës së Beslidhjes. Raboshta, kapiteni i skuadrës brenda zonës, dhe rivendje në favor të skuadrës Luzi 2008. Ndërkohë që jo kemi të shohim sa duket kemi një goditje nga këndi në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Kruja ka harruar brenda zonës, ka një ndërhyrje të mbrojtjes, por pa problem. Kundërshpitje shpejtë e skuadrës Luzit. Topi ka dalë jashtë mirave kufizuese të fushës, ndërkohë që kanë kaluar 2 minuta lojë. Rezultati vazhdon të jetë i bardhë 0-0. Topi do të rivihet në lojë me rivendje anësore në favor të skuadrës Beslidhjes. Është Marku
Topin e ka në zotrim lojtarët e skuadrës mike, Almuqa ka kthyer prapa. Kruja, gjithë një Kruja, por ka gabuar, ka ndërhyrë një mbrojtës. Raboshta ka ndërhyrë, por rivënje me duar në krahun e majtë të mbrojtjes së skuadrës Luzit, e cila është me topin në sotrim, por ka ndërhyrë Bega. Skuadra të vendat se luan me skemën tre dy Akansase brenda zonës. Mehmeti kemi një ndërprerje të lojës pasi ka ndërhyrë gjyqtari. Mehmeti ka pasuar shkurtazi për hilën sa duket. Ky ka kthyer prapa. Ramilli nga krahu dja një top për Raboshtën, gjithë një Raboshta ka kthyer prapa. Ramilli është temja, pastaj hila, e ka dërguar topin në harku i zonës 16 metrëshit në të djathtë, por ka ndërhyrë mbrojtja skuadrës mike, e ka larguar. Hila me topin sotrim, pastaj Ramilli. Ndërhyn Ramilli, por rrja ti ka qenë e kapuar dhe goditje dënimi në favor të skuadrës mike është Reçi me numër 14, por e ka lënë topin që ta godas Konate me numër 30, e ka pasuar prapa. Një aksion i skuadrës mike ka një pretendim të sulmuesve për goditje nga këndi, por gjyqtari anësor ka sinjalizuar që topi të rivihet në lojë nga skuadra vendase dhe ka qenë portieri Myrta. Ramilli, Raboshta, i top në krahun e djathtë të sulmit, ka ndërhyrë Konate me numër 30 dhe ka shkaktuar një goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidhjes, të cilën e merr përsipër ta ekzekutojë Kruja me numër 14, i cili është trequr në distancë vrulli për të kryer krosimin brenda zonës, ndërkohë që grumbullitarët dy skuadra në zonën e 16 në moment i vështirë ka ndërhyrë përsëri në kokë Konate dhe ka larguar topin. Konate është një mbrojtës mjaft i lëvizshëm në fushë, pra, dhe një mbrojtës do të thoja, edhe pse kanë kaluar pak minuta lojë, një mbrojtës që
duket produktiviteti i tij, pasi është një mbrojtës që lëviz dhe është mjaft aktiv në lojën e skuadrës mike, ku spikasin ndërhyrjet e tij të sakta, edhe pse ndonjëherë shkakton edhe goditje dënimi. Kruja ka përballë dy lojtarë të skuadrës mike, Temja, Marku, po ka ndërhyrë njëri për lojtarëve të skuadrës mike, por i vëmendshëm Temja në mbrojtje ka ndërhyrë dhe nis kështu një aksion i shpejt i skuadrës vendase Beslidja. Raboshta ka pasuar, por ndërhyrë në mbrojtja e skuadrës mike dhe ka qenë pikërisht Hafuzi që ka ndërhyrë dhe e ka larguar topin. Topi është jashtë vijave të fushës. Për të rivën me duar, ka gjujtur Bega, por gjujtja ati është lehtë. Ka përshkruar gjithë zonën e lëpësisë, zonën e 16 metrëshit, ndërkohë që portieri Haka i skuadrës mike e ka kontrolluar dhe e ka lënë të dalë jashtë vijave kufizuese për të rivënë në lojë. Almuqa për skuadrën mike. Aksion një skuadrës së Luzit në Krahujdia të shpostuar, por ndërhyn aty Raboshta, shkthyer prapë. Kruja ka lëshoni top të gjatë për njërin prej shokëve të tij, por topi është më shumë se duhet i gjatë dhe ka forcë dhe nuk mund që të arrihej në lojtari i skuadrës Beslidjes, sa duket Ila. Raboshta me kokë, por kontrollohet topi nga portieri mik Haka, i cili ka dalë, ka marrë topin, e ka pasuar shpejt për tek Konate, e nis një aksion i skuadrës mike. Koduin me numrin 11. Raboshta ka një hyrje të gabuar të njërit prej mbrojtësve të skuadrës së Luzit 2008 në dëm të Hilës, i cili ka fituar edhe një goditje dënimi. Paksa midis dy harqeve, pak përpara rrethit të mesit fushës, paksa në të djathtë është Kruja që tërhiqet në distancë frulli. Raboshta dhe 11 metrësh. 11 metrësh, ndërkohë që jemi në minutën e 12 dhe skuadra e Beslidjes ka fituar një 11 metrësh, një aksion i shpejt, një top i dërguar për tek Raboshta,
i cili brenda zonës është penguar dhe gjyqtari kryesor i ndodhur fare pranë aksionit nuk ka hezituar dhe ka akorduar 11 metrash për skuadrën e Beslidjes, teksa jemi në minutën e 12 dhe goditjen e topit nga pika e bardhë 11 metrash dhe ka marrë përsipër Raboshta, sulmuesi kryesor i skuadrës Beslidjes, një lojtar me eksperiencë. Raboshta ka gjujtur dhe gol i mrekullueshëm do të thoya në trekanshin e majt të portës së mbrojtur nga portieri Haka, pikërisht aty ku bashkohen shtylla pingule në krah të majt të portierit dhe Tranvesa, pra që prej minutës së 13 të pjesës së parë të ndeshjes, skuadra e Beslidjes udhëheq me rezultatin 1-0. Raboshta ka shënuar me 11 metrash me gjithë përpjekjet, portieri i skuadrës së Luzit 2008 nuk ka patur mundësi të bëj asgjë përballë kësaj gjutje të fortë e cila ishte në gjysmë lartësi dhe përfundoi e kalibruar ka qenë goditja, përfundoi në trekëndshin e majt të portës së mbrojtur nga portieri i skuadrës Luzit 2028 Haka. E kanë vendosur lojën nga qendra skuadra amike, por përsëri është skuadra vendase Beslidja, e cila është në zotrim të topit. Ramili është kthyer paksa mrapa tek Mehmeti, e çon në të majt aty për mbrojtësin Marku, një lojtar i mbrojtës i krahut majt me mjaft eksperiencë, i ardhur tek Beslidja për këtë sezon. Një lojtar që nuk gabon, luan në mbrojtje, por e shohim hera herës teksa del edhe në kufijtë e zonës rrëpsisë të skuadrës kundërshtare, pasi shfrytëzonte shtatërsinë e tij dhe në shumë goditje me kokë ka qenë i rrezikshëm për portat e skuadrave kundërshtare. Rivënia nësore me duar në favor të skuadrës Beslidjes është Kruja, pastaj Ramili, Bega, e ka kthyer prapa Marku, Temja, Hila, Mehmeti, por nuk e ka marrë dot topin. Kruja ka pasur për Raboshtën Akansase, por kemi ndërhyrje shumë vendimtare të njërit prej mbrojtësve të skuadrës së mike. Është mbrojtësi me numër 26 sa duket, Akabue, që ka larguar një rrezik potencial në portën e tij. Rivënia me duar, po nga ky futbollist i topit, por ndërkohë që ritmi i lojës sa vjen rritet, skuadrat e kanë filluar lojën me këto formacione. Skuadra vendase Beslidja luan me Myrten, Tema, Marku, Ramili, Gurbanov, Kruja, Mehmeti, Bega, Hila, Akansase dhe Raboshta. Trajneri i skuadrës vendase është Elvis Flori, ndërsa skuadra mike e Luzit 2028 luan me këtë formacion. Haka nga e majta në të djathtë në mbrojtje luajnë Almuqa, Konate, Hafuzi, Akabue, në mesin e fushës Gujdin, Saliu, Reçi, Tropthi dhe në vijën sulmuese Kasim e Bube. Kasim dhe Ebube, ndërkohë që trajneri i skuadrës Luzit 2008 është Eduard Thartari. Jemi në minutën e 15-16 të takimit, vazhdon rezultati 1-0 për skuadrën vendase të Beslidjes në atë gol të shënuar që në minutën e 13 me 11 metrash
1 minutë më parë e fitoi të 11 metrësh Raboshta, të cilit ju besohet dhe goditja nga pika e bardhë dhe skuadra vendase Beslidhja udhëhec në rezultatin minimal 1-0, ndërkohë që vazhdon ta ketë lojën nën kontroll të plot, do të thoja, dhe skuadra mike e Luzi 2028 nuk ka mundur të rrezikojë qoftë dhe asnjë rast deri në këto minuta, teksa kanë kaluar 17 minuta lojë, rezultati vazhdon të jetë 1-0, ndërkohë që të dy trajnerët, Plori dhe Thartori, janë ngritur në këmbë dhe udhëzojnë skuadrat e tyre për çdo veprim që ata që lojtarët kryejnë në fushë. Është aksion i skuadrës së Luzit, një top i harkuar, por ka dalë portieri Myrta Kruja, një top i gjatë nga e djatha në të majtë. Akansase dhe hila brenda zonës në 16 metrësh të skuadrës mike. Ramilli ka shkaktuar një goditje dënimi në dëm të lojtarit me numrin 11 të skuadrës mike, Godwin. Është Almuqa. Kemi një goditje dënimi në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës Luzi 2008, ndërkohë që duhet evidentuar fakti se ndeshjen e skuadrës Beslidhja po e ndjek edhe presidenti i skuadrës, zoti Pirin Fushaj, ashtu siç ka bërë edhe në ndeshjet e tjera. Përpos kësaj, duhet të evidentuar fakti tjetër se skuadra presidenti Fushaj ka krijuar kushte mjaft komode për skuadrën Beslidhja, filluar me zgjedhjen e trajnerit Elvis Plori, një trajner me eksperiencë dhe të një seti lojtarësh mjaft cilësor, do të thoja, të kampionatave shqiptare, të ligave profesioniste, të cilët për hir të së vërtetës deri tani e kanë justifikuar me rezultate, pasi skuadra vendase Beslidhja kryeson e vetme në krye të grupit A të kategorisë 2 dhe ecën, do të thoja, e sigurt drejt objektivit të vënë në fillim të sezonit, pra daljes në kategorinë e parë. Një udhtim që nuk do të jetë aq i lehtë, pasi të gjitha skuadrat nga çfarë kemi vënë ne, pavarësisht nivelit dhe pozicionit të renditjes tyre në tabelën e klasifikimit, kur luajnë përballë Beslidhjes, organizohen fort dhe luajnë aksioni shpejt i skuadrës së Beslidhjes. Raboshta, moment, ka ndërhyr aty mbrojtësi Konate, i cili bëhet shpëtimtar i portës për të dytën herë. Ishte një aksion i bukur nga krahujma i Raboshta, depërtoi brenda zonës, pasoj për njërin prej kolegëve të tij, sa duket ka qenë hila që ka gjuajtur portë, teksa topi i drejtohej rrjetës, ka qenë këmbë e shtrirë Konatës tek vija, pothuajse tek vija fatale, dhe ngjitur me shtyllën pingule të krahut të majtë të portierit Haka, që ka evituar, do të thoja, një gol mëse të sigurt
Pra, ky rast regjistrohet në minutën e 21, teksa rezultati vazhdon të jetë Beslidja 1 e Luzi 2008-0 me gol të shënuar në minutën e 13 nga Raboshta me 11 metrësh, të cilin e fitoi Popet dhe ju besua goditja nga pika e 11 metrësh dhe një lojtar kalibri si Raboshta nuk gabon në raste të tilla dhe shënon një gol të bukur, një gjutje kalibruar. Topi përfundoi në këndin ku bashkohen traversa me shtyllën pingule të krahut të majt të portierit të skuadrës Mike Haka. Pra, Beslidja 1 e Luzi 2008-0, teksa kanë kaluar 22-23 minuta lojë nga fillimi i kësaj ndeshje. Është një përsi e skuadrës vendase Beslidja, ndërkohë që skuadra vendase Beslidja luan me uniformën e saj të zakonshme verdh dhe kuq, ndërsa skuadra Mike luan me uniformën bardhë dhe zi. Numrat e skuadrës Mike janë me të bardha, ndërsa bluzat dhe mbathjet me të zeza shoqëruar me disa shërita të bardhë, ndërsa uniforma e skuadrës Beslidjes është getat dhe mbathjet dhe numrat dhe disa vija në bluzat e tyre janë të kuqe, ndërsa sfondi i trikove është me ngjyrë të verdhë. Mehmetin e shohim në rolin e pra të vendosur para mbrojtjes, është si halk lidhse dhe dirigjuese e sulmeve të skuadrës Beslidja, një rol të cilin ai e kryen mjaft të mirë. Duhet të evidentuar fakti se skuadrës lezhiane në këtë takim i mungojnë 2-3 lojtarë të formacionit bazë, ku do të veçoja kapitenin Karakaci dhe mesfushorin e ri Alensan. Aksioni skuadrës Luzi 2028 në krahun majt, Ramili ka ndërhyrë me siguri dhe ka evituar përpjekjet e njërit prej sulmuesve të skuadrës Mike pra të godojnë, i cili është i dëmtuar dhe topi është ndalur. Këtë ndeshje janë duke e drejtuar një trup mikse me kryesor Daniel Doçin, Tiranë, i ndihmuar nga Ilir Gani, Tiranë, Enes Ahmeti, Tiranë, gjyqtari 4 është Armir Çaushi nga Kuksi, delegat është Sabri Kalleshi nga Shiaku dhe vëzhguesi i Federatës Shqiptare të Futbollit Flamur Mata nga Tirana. Vazhdon të jetë ndërprerë loja. Stafi mjekësor i skuadrës së Luzit po i vjen në ndihmë njërit prej lojtarëve të dëmtuar pikrisht Godwin, i cili u dëmtua në 2 luftime me Ramilin në krahun e majtë të sulmit të skuadrës Luzi 2008. Shfrytëzojnë të moment lojtarët e tjerë, ndërkohë që lojtari i dëmtuar sa duket do të dalë jashtë vijave të kufizuese të fushës për të marrë një ndihmë më të thelluar
ndërkohë që është dëmtuar edhe Ramili në dy luftim. Rifutën në lojë të dy lojtarët të dëmtuar në dy luftim midis njëri tjetrit, Ramili dhe Godwin. Kemi një goditje nga këndi sa duket në krahun e majt të sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Kemi mbritur në minutën e 27, rezultati vazhdon të jetë 1-0 në favor të skuadrës vendase, me gol të realizuar nga Raboshta në minutën e 13. Një arkim i topit i gjatë dhe gol i ka shpëtuar topi nga duar portierit të skuadrës mike dhe sa duket i vëmendshëm është treguar më i vëmendshëm njëri prej sulmuesve të skuadrës së Beslidhjes dhe ka shënuar golin e dytë. Pra që prej minutës së 28 Beslidhja udhëheq me rezultatin 2-0. Të identifikojmë gol shënuesin, pasi në momentin që u realizua goli, ishin grumbull i madh lojtarësh dhe nuk mundëm ta evidentonim, gjë të cilën për pak minuta do ta bëjmë të mundur një gjë të tillë. Ka qenë lojtari me numër 13 Antonio Marku, që ka shënuar golin e dytë. Ajo që tham pak më parë në komentin që bëra, u konkretizua jo shumë kohë nga momenti që unë sapo e thash që Marku është një mbrojtës që luan nga mbrojtja e tij në mbrojtjen e skuadrës kundërshtare dhe duke ndjekur aksionin më vëmendje, ka qenë një mosotrim i saktë i topit nga ana e portierit mik. Haka dhe Marku i ndodhur fare pranë ose ndodhur brenda zonës rreptësisë, brenda zonës së 5 metrëshit të portierit, ka ndërhyrë me shpejtësi dhe ka realizuar golin e dytë. Jemi në minutën e 30, rezultati që prej minutës së 28 ka ndryshuar dhe është dyfishuar në favor të skuadrës së Beslidhjes. Në minutën e 13 ka shënuar Raboshta me 11 metrësh dhe minutën e 28 Marku ka përfituar nga një gabim i portierit të skuadrës mike Haka dhe ka shënuar golin e dytë për skuadrën e tij, e cila udhëheq me rezultatin 2-0. Kemi një goditje dënimi. Korrigjojmë vetëm minuta nga sistemi
Minutët e shënimit të golit, pasi 11 metrësh i goli shënuar me 11 metrësh në ana e Raboshës është realizuar në minutën e 14, ndërsa goli i dytë në Antonio Marku në minutën e 30. Pra që prej minutës 30 skuadra Vëndës udhëheq me rezultatin 2-0. Dhe vazhdon të jetë superiore në lojë dhe në rast e Hila ka gabuar e ka marrë topin njëri për lojtarëve të skuadrës mike. Ka një sforcim të Plorit teksa ka parë veprim të gabuar të Hilës. Ndërhyrje me kokë e Konates e ka larguar. Ramili në rivendjen nënshore ka kthyer topin prapa për të Kruja. Pastaj Mehmeti ka kthyer prapa për tek Temja, Kruja. Raboshta ka gabuar. Aksioni i shpejtë i skuadrës mike në ka humbur të shfutur brenda zonës lojtari me numër 11, por ka shpërdoruar kështu një moment në i cili edhe mund të kishte rrezikuar. Ka disa gabime në këto minuta të lojtarëve të skuadrës Beslidhjes. Gabime në mesfush që ndikojnë negativisht pastaj për tek mbrojtja dhe portieri Myrta, pasi lojtarët e skuadrës mike Luzi 2008 kanë përfituar nga këto gabime të lojtarëve lezhian dhe kanë janë drejtuar drejt portës, por pa mundur të krijojnë ndonjë problem apo shqetësim eventual për portën e ka ndërhyrje të saktë të Markut me një rrofishat akarsase ka pasuar me kohë për tek Hila, gjithë një Hila akarsase dhe kemi topi ka dalë jashtë linjave kufizuese të fushës, por sa duket kemi një goditje dënimi pasi Hila ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar ndaj njërit prej mbrojtësve të skuadrës mike, epikrisht ndaj Hafuzit dhe goditja e dënimit është dhënë në ana e portierit Haka. Një kthim prapa, një dalje sforcuar e portierit Myrta, një kthim prapa, ndoshta dhe i panevojshëm i njërit prej lojtarëve të sektorit të mesit fushës, dhe detyron të dalë në mënyrë të sforcuar portieri i skuadrës lezhiane Myrta dhe me këmbë, pasi ishte jashtë zonës 16 metrëshit dhe nuk mund të ndajë topin me duar, e ka goditur me tepër forcë me këmbë, duke dërguar jashtë linjave kufizuese të fushës në një rivendje anësore për skuadrën Luzi 2008. Është goditur, është një goditje dënimi pasi njëri prej lojtarëve të skuadrës Vëndës, sa duket Bega, ka kryer një ndërhyrje të gabuar në dëm të lojtarit me numër 17 të skuadrës mike Kasim, goditje në të djathtë të zonës së 16 metrësh të skuadrës së Beslidhjes. Raboshta dhe disa lojtarë tjerë dhe Hila komunikojnë me arbitrin kryesor
për këtë goditje dënimi, që sipas tyre nuk duhej dhënë, por arbitri, gjyqtari kryesor e ka dhënë këtë goditje. Në distancë Vrulli është njëri prej lojtarëve të skuadrës Luzi 2008, pikërisht numri 27, i cili pritet ta godas topin, ndërkohë që shohim ka një lëvizje, ka një veprim taktik, por pa rezultat, ka ndërhyrë numri 4 i skuadrës. Aksioni shpejt i skuadrës së Beslidhjes nga krahu i maj është vënuar me topin Vega dhe ka ndërhyrë me qetësi mbrojtësit e skuadrës Mike Luzi 2008 dhe njësë kështu një aksion i tyre nga krahu i djathtë. Është një kthim prapa në mesin e fushës, ka pasur për tek numri 4 kapiteni i skuadrës. Është kemi një rivënje, topi ka dalë jashtë linjave kufizuese, por për të rivënë lojë nga portieri i skuadrës sudvandase Myrta, i cili ka pasuar shkurtësi për njërin prej mbrojtësve. Milli ka një goditje dënimi, ndërhyrje të farrejnë të Rabostës në të luftim me numrin 17 Kasim, Reçi me numër 14 do ta godas të top. E ka dërguar me tepër forcë, por ka ndërhyrë me mjaft saksi Marku, mbrojtësi i krahut majt, i cili ka rindërhyrë përsëri duke shmangur një aksion të skuadrës Mike. Topi ka dalë jashtë linjave kufizuese për të vënë në lojë nga lojtarët e është Marku, mbrojtësi i krahut të majt dhe shënuesi i golit të dytë për skuadrën e Beslidhjes, ndërkohë që kemi më pak se 5 minuta nga koha e rregullt e përfundimit të pjesës parë. Vazhdon rezultati 2-0 për skuadrën vendase Beslidhja, me golat realizuar nga Rabosta në minutën e 14 me 11 metrash dhe Marku në minutën e 30 duke përfituar në një gabim ose moszotrimi saktë i topit nga ana e portierit të skuadrës Mike Haka. Kurbanov në topin në sotrim, akoma nuk e ka goditur. Hila gjithë ninën dhe gol, një gol vërtet i bukur, një gol vërtet i bukur, një gol që vlen më shumë se sa një gol do të thoja, për nga mënyra se si është realizuar. Shënohet minuta e 41 dhe skuadra e Beslidhjes e trefishon rezultatin. Ka qenë një gjujtje mjeshtrore, me njëhershme, një pasi i dhënë mjaft bukur në mes i fushës dhe Hila ka vepruar siç din ai të bëj. E ka gjujtur topin me të majtën dhe ka shkuar në krahun e majtë të portierit Hila, paksa poshtë këndit ku bashkohet
traversa me shtyllën pikule të krahut të majt. Pra që prej minutës së 41 Beslidja 3 e luzi 2008-0. Është një aksion tjetër i skuadrës së Beslidjes. Ramilli ka pasuar për tek Hila, autori golit 3, gjithë Hila ka përballë 2-3 lojtarë, tenton të shmang ato, por nuk ka mundur. Ka ndryrë Dyresi me numër 14. Ja ka marrë topin e ka kthyer pastaj njëri prej mbrojtësve të tjerë të skuadrës së Luzit 2008 tek portieri vrapon Gurbanov dhe kemi një goditje nga këndi në krahun e majt të sulmit të skuadrës vendase Beslidja. Nga goditja pararëndëse para kësaj do të thoja që erdhi dhe goli i dytë, një kros i bukur i dhënë në Kruja dhe mos kontrollim si duhet të topit nga ana portierit. Hakaj është shfrytzuar me mjaft fillujit në zuarsi nga mbrojtësi i skuadrës vendase Beslidje Antonio Marku. Topi brenda zonës është larguar përkohësisht, por këmbgulin Lezhanët Hila ka mbrojtur topin të dalë jashtë mujeve kufizuese, pasi është një rivënie anësore në favor të skuadrës së Beslidjes, teksa kemi më pak se 2 minuta nga koha rregull, ndërkohë që shohim gjyqtarin e 4 me tabelën elektronike në duar dhe presim akordimin e minutave shtesë të shohim se sa do të jenë të tilla. Ndërkohë që nuk ka patur aq shumë vonesa, kështu që mund të priten jo më shumë se 2-3 minuta, por gjithsesi është gjyqtari i 4 ai që vendos dhe është një goditje dënimi në favor të skuadrës vendase. Është Kruja, Arsit Kruja, ai që kryen pothuajse të gjitha goditjet e dënimit dhe në të gjitha pozicionet që akordohen ato. Portieri mikullzon murin e skuadrës së tij, janë 2 lojtarë përballë Krujës, ndërkohë grumbull lojtarë është të tjerë në zonën e 16 metrësh, të shohim do të jetë në një goditje direkte apo në një skemë. Gjyqtari i 4 ka një moment të vështirë. Gjyqtari i 4 i kësaj ndeshje, Armir Çavushi, ka akorduar 2 minuta shtesë dhe në momentin kur po akordoshin minuta shtesë ka qenë një rast në portën e skuadrës mike, por gjyqtari Ansor ka ngritur flamurin e tij lart, duke e çaktivizuar, do të thoja, vlefshmërinë e këtij aksioni. Ka ndërhyrë në tepër forcë Konate, mbrojtësi i skuadrës Luzit. Kruja ka kthyer prapa për tek Ramilli. Mehmeta një top të gjatë në mes i fushës, në të majtë të sulmit është ka rëshqitur. Aksioni bukur i skuadrës Beslidje Akansase brenda zonës, por nuk ka mundur ta zotroj topin, e ka larguar mbrojtja dhe nis kështu një aksion, por Lezhanët ka një ndërhyrje të gabuar të Begës në 2 luftim me njërin prej lojtarëve të skuadrës Luzit 2008. Pikërisht ndaj numrit 17 Kasër, dhe gjyqtari këshillon Begën për këtë ndërhyrje të gabuar, ndërkohë që Bega akoma nuk është i bindur dhe por goditja e dënimit është dhënë Konate. Minuta të bukur, dramatike, emocion, raste ku pa dyshim dhe në këtë moment vjen përshkrima e gjyqtarit kryesor
i cili ka sinjalizuar përfundimin e pjesës parë dhe 2 minutave shtesë të dhënë nga gjyqtari 4. Ndeshje e cila u dominua nga skuadra e Beslidjes me rezultatin 3-0 me golat realizuar në minutën e 14 nga Roboshta me 11 metrësh. Më pas është Antonio Marku, mbrojtësi i skuadrës Lezhjane, që në minutën e 30 dyfishon rezultatin, teksa ka shfrytzuar një dalje, ka shfrytzuar një mos përdorim ose një mos majtje sa e si duhet të topit brenda zonës nga ana e portierit mik dhe ka shënuar golin e dytë për të ardhur pastaj në minutën e 41 ku Hila ka trefishuar rezultatin. Pra mbyllet kështu pjesa e parë me rezultatin e pastër 3-0 për skuadrën e Beslidjes, e cila vazhdon e sigurt të kryesoj tabelën e klasifikimit në grupin A të kategorisë 2 drejt synimeve të saj për një kategori më lart. Për pak minuta pushim dhe deri në fillimin e pjesës 2 nga unë Martin Dedaj ju bëjmë dijes se do të transmetojmë pjesën e dytë dhe pas përfundimit pjesës 2 do të kemi edhe intervistat e trajnerëve edhe të ndonjë lojtari, ashtu siç kemi bërë në të gjitha transmetimet e drejt për drejta së bashku me mikun tim të hershëm, zotin Agustin Cin Marini, në Facebookun e cilit po transmetohet kjo ndeshje, ashtu siç ka ndodhur edhe me ndeshjet e tjera të skuadrës së Beslidjes, gjë e cila do të vazhdoj deri në përfundim të këtij kampionati për të mundësuar afrimin për tifozët Lezhjane, të cilët nuk kanë mundësi ta ndjekin ndeshjen për arsye të ndryshme, nuk kanë mundësi ta ndjekin ndeshjen në shkallët e stadiumit apo në ndeshjet jashtë stadiumit të Beslidjes, fal pasionit të pacak, do të thoja të zotit Agustin Cin Marini, kemi bërë të mundur që këtë kampionat të afrojmë për sportdarësit e shumë Lezhjane momentet emocionuese të ndeshjeve, jo vetëm nga stadiumi Beslidja, por edhe në stadiumet e tjera ku skuadra jon Beslidja ka luajtur. Deri në fillim të pjesës 2 nga unë Martin Dedaj, mirë dëgjofshim.